Titulli i kësaj epizode është The Game Has Changed, but we are still winning. Ose në shqip, loja ka ndryshuar, por ne prapë se prapë suksesin po e arrijmë. Po e përkthej pak me përshtatje, sepse bashkëbukfalisht nuk po ka shumë kuptim. Kam vendosur të flas për këtë temë, sepse edhe vetë po ndjej këtë presion, por edhe me kë kam folur, është një ndjesi që njerëzit nuk po ndihen të përmbushur dhe nuk po ndihen të suksesshëm në ditët e sodit, sado që po mundohen. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në podcastin tuaj të preferuar Amor Fati. Vendi ku flasim lirshëm, gjëra të vërteta, vendi ku frymëzohemi dhe shpresoj që gjithmonë do ju përcjellin një shtytje për të vazhduar përpara. Sot do të flasim për diçka që mendoj se shumë prej nesh e ndjejnë thellë, por ndoshta nuk e flasin, ose s'kan guxim, ose edhe ndoshta nuk ju shkon mendja të diskutohet. Pse prindërit tanë e kishin më të lehtë? Jetën, suksesin apo familjen? Pse? Disa prej jush mund të shpreheni, po jo se prindërit e mi kanë kaluar nëpër vështirësi etj, edhe unë i kujtoj prindërit e mi që janë munduar, por prapë se prapë ata kishin siguri. Prapë se prapë diku bazoheshin edhe ndiheshin mirë. Domethënë këtu nuk po flasim specifikisht për dikë, por në përgjithësi do të krahasojmë kohrat e prindërve tanë dhe kohrat e sodit. Seriozisht, ata për shembull kanë bler shtëpi, rrisnin fëmijët, ndërtonin stabilitet, kanë arritur të gjitha me kriju ndoshta edhe në të njëjtën kohë, të gjitha për një herë. Ndërsa ne këtu, duke u përpjekur të balancojmë qiran, kafen, karburantin si akrobat. Shtrohet pyetja, pse po ndodh kjo? Nëse e themi troq, prindërit tanë në atë kohë luanin një lojë krejt tjetër. Atëherë një punë e vetme mjaftonte për një shtëpi. Universiteti nuk të falimentonte dhe diçka e veçantë asaj kohe ishte besnikëria në punë kishte vlerë të vërtetë, gjë që sot është krejt ndryshe. Por e vërteta është që ajo botë nuk ekziston më. Ka shku. Dhe po, është me të vërtetë e vështirë, por nuk përfundon këtu. Ndërkohë që ekonomia është bërë më e ashpër, ne jemi bërë më të mençur. Prindërit tanë kanë arritur sukses me stabilitet, kurse ne po ndërtojmë me krijim të ri. Ata e ndjekën hartën të cilën tashmë ishte e vizatuar, kurse ne po e vizatojmë hartën nga fillimi. Domethënë çdo gjë po e fillojmë nga zero, vetvetiw. Edhe pse ndoshta nuk kemi fare të bëjmë atë punë, ne po e marrim, po e mësojmë dhe po e studiojmë që të kemi sukses. Dhe në fund prap është rreziku të dështojmë në ditët e sodit, me sistemin e kësaj kohe tani. Ne kemi mësuar të përshtatemi, të përdorim teknologjinë, rrjetet sociale dhe energjinë tonë për të krijuar mundësi nga asgjë. Nuk po presim që dyert tona të hapen, ne po i ndërtojmë ato. E di që është gënjyse, punon fort, bën çdo gjë siç duhet dhe prap duket sikur ajo pikë që ti dëshiron të arrish është shumë larg. Por dëgjoj, ti nuk je mbrapa, ti po ndërton në një epokë tjetër. Dhe ky nuk është dështim, ky është formim. Çdo sfidë që po e kalon, po të kthen në dikë më të mbrehtë, më të shpejtë dhe më të fortë. Çdo dështim është një mësim për ty, dhe një shtytje që prapë të ngritesh dhe të vazhdosh më tutje, sepse në fund vetëm ti je ai që mund të ngrisësh veten nga dështimi, nga depresioni, nga çdo sfidë që të vjen në jetë. Ti je ai ose ajo që nuk duhet kurrë të heqësh dorë nga vetvetja. Kurrë. Ne jemi brezi krijuesve, sipërmarrësve dhe inovatorëve. Ne po rishkruajmë për kufizimin e suksesit. Nuk ka të bëjë vetëm me pagën mujore, ka të bëjë me lirinë, ka të bëjë me qëllimin dhe paqen mendore. Me të ndërtuar një jetë që ka kuptim, jo vetëm shifra. Dhe po, sistemi është më i ashpër, por kjo na bën më të fortë. Ne nuk po humbasim, ne vetëm po rritemi. Ekonomia ndryshoi, rregullat ndryshuan, por puna, vullneti, zjarri i brendshëm për diçka që e dën, këto ndjenja janë ende brenda nesh, më të forta se kurrë. Vazhdo të përpiqesh, vazhdo të ndërrosh, vazhdo të eksperimentosh, sepse një ditë kur të flasim për brezin ton dhe për brezat e ri në vazhdim, do të thonë, ne përveç që mbijetuam kaosit të kësaj kohe, ne gjithashtu krijuam diçka edhe më të bukur nga gjithë ky kaos e gjithë ky presion. Ti mundesh. Bota është e ashpër, por ti je edhe më i fortë.
Faleminderit që na ndiqni, faleminderit për ide që i dërgoni tek faqja jonë në Instagram @amrofati_podcast, e shihni edhe këtu. Vazhdoni të na dërgoni sa më shumë ide, sepse ne jemi këtu për juve dhe në episodin e ardhshëm do fillojmë me mysafir. Kush do të jetë, do e kuptoni shumë shpejt. Ky është Amrofati dhe është plot dashni.